Sekretari organizativ i Bashkimit Demokratik për Integrim Nebi Rexhepi akuzoi qeverinë se gjatë 2 viteve të fundit ka bllokuar dhe vonuar zbatimin e projekteve strategjike infrastrukturore, përfshirë korridorin 8 dhe autostradën Shkup-Llac. Në një deklaratë për mediat, Rexhepi tha se këto projekte janë siguruar, financuar dhe nisur gjatë periudhës kur BDI-ja ishte pjesë e qeverisë, ndërsa sipas tij ekzekutivi aktual është përpjekur t'i ndalë ato. Sot duhet të ndalem në 2 nga projektet më strategjike infrastrukturore të vendit, korridorin 8 dhe autostradën Shkup-Llac. Këto nuk janë thjesht projekte rrugore, janë projekte që përcaktojnë drejtimin ekonomik, zhvillimor dhe euroatlantik të vendit tonë. Janë projekte që e lidhin Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë, Kosovën, rajonin dhe Evropën. Por mbi të gjitha, këto 2 projekte janë dëshmia më e mirë e dallimit mes një qeverie që punon dhe një qeverie që merret me propagandë. Kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisë deri në qershor të vitit 2024, këto projekte avancuan me ritme konkrete. U morën vendime politike, u sigurua konstruktet financiare, u kryen procedurat ligjore, u finalizuan projektet dhe punimet filluan në teren. Fatkeqësisht, sot po shohim një fenomen tjetër. Projektet që lidhin Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës nuk kanë më peshën politike që kishin kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisë. Kjo nuk është rastësi. Kur ne merrnim vendime, këto projekte ishin prioritet shtetëror. Sot ato trajtohen si barë. Ky është dallimi mes një qeverisje ku shqiptarët kishin peshë reale në vendimmarrje dhe një qeverisje ku ata që pretendojnë se i përfaqësojnë shqiptarët nuk kanë forcë as të mbrojnë projektet më strategjike për qytetarët që u kanë dhënë besimin. Dhe kjo lidhet ngushtë me legitimitetin e përfaqësimit.